Siç transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu se Muhamedi alayhi salatu wassalam me një hadis të tij thot: Allahu i madhruar e dalloi ummetin tim nga ummetet tjera me 5 veçori. Veçoria e parë është e era e agjeruesit, është më e dashur tek Zoti xhalleshanuhu se sa era e miskut. Do në të thot, i nderuari vëlla, se Allahu i madhruar vlerëson sakrificën tënde. Disa gjëra që ti të duken të këqija tek Zoti xhalleshanuhu janë të mira. Prandaj shenja e saj, shenja e erës fizike shndrohet në një aromë të këndshme tek Allahu xhalleshanuhu. Prandaj besimtari përmes agjerimit arrin ta kënaqë Zotin e tij, krijuesin e tij, me këtë erë që del, që kundërmon si rezultat i agjerimit që e bën në këtë muaj. Veçoria tjetër e ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është se melekët për ti agjeruesi dashur prej iftari, prej sifiri deri në iftar, e lusën Allahun xhalleshanuhu për falje të mëkateve. Krijesa e cila nuk ka mëkate. Këta krijesa të pastra e lusën Allahun xhalleshanuhu për mua dhe për ti. A nuk është një nder i madh që duhet të krenohemi që e kemi këtë fe dhe që Zoti i madhruar ka përcaktuar me lajqe të posaçme që të luten për ne. Gjithashtu, veçoria e tretë është se Allahu i madhruar çdo ditë e obligon xhenetin të zbukurohet. E keni dëgjuar hadisin që pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon, thot, kur Zoti i madhruar e krijoi xhenetin e obligoi Xhebrail Eminin të shkojë të shohë bukuritë e xhenetit. Dhe kur shkoi dhe u kthye tek Zoti i madhruar përsëri tha: O Zot, tha, çdo njeri që dëgjon për bukuritë e xhenetit, mendoj që nuk do të mbesën të shtangët, por do të angazhohen derisa të hinë në xhenet. E Allahu i madhruar e urdhroi Xhebrailin të shohë edhe xhehenemin, dhe Xhebrail Emini u kthye tek Zoti i madhruar dhe tha: O Zot, çdo njeri që dëgjon për xhehenemin do të largohet nga rruga e xhehenemit, nga sa është një vend tepër i vështirë. Xheneti në muajin e Ramazanit e zbukuron çdo ditë për atë njeri i cili e ruan agjerimin si sitë e babit. Prandaj është një privilegj dhe një kënaqësi, nderuar i vëlla, që Allahu i madhruar të zbukurojë vendin tënd, vendin e agjeruesit në xhenet. E katërta, shejtanët në këtë muaj janë të prangosur, janë të lidhët. Kjo kupton që në këtë muaj vezveset e shejtanit janë të pamundsuara, dhe ajo që e çon njeriu të veprojë punë të këqija nuk është shejtani, por është nefsi i tij. Prandaj një armik që të prangosur, dhe këtë kemi argument nga Zoti xhalleshanuhu, ndërsa armikun e ditë që është nefsi dhe egoja jote, mundohu ta minimizojsh fuqinë e tij dhe citjen e tij, duke kërkuar mbrojtje të Zotit xhalleshanuhu dhe duke u munduar që ta zbukurojsh jetën tënde dhe ditën e agjerimit me vepra të mira. Dhe veçoria e pestë e ummetit Muhammed për agjeruesin është se Zoti i madhruar në natën e fundit të Ramazanit u afal mëkatet agjeruesve. Shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam i pyetën Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i thanë: O i dashur i Allahut, a mos është kjo nata e Kadrit? I dashur i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: jo, por çdo punëtor e merr rrogën në fund të punës, ashtu edhe agjeruesi shpërblehet nga Zoti i madhruar kur e krijen agjerimin dhe kur
e përfundon muajin e bekuar të Ramazanit Sharifit me sukses të madh.